Kjo është dhoma e konviktit të shkollës së mesme industriale në Vlorë, ku ka jetuar për disa vjet 24 vjeçari rritur në shtëpinë e fëmijës. Sot, në to jetojnë student, ndërkohë që i riu që një ditë më parë tentoi të hidhej nga Vinçi në Tiranë, prej disa kohësh ka zgjedhur si vendbanim kryeqytetin. Për institucionet e shërbimit social në Vlorë, rasti Erion Selimaj nuk është i panjohur. Drejtuesja e Inestasa tha për Ora News se në çdo kohë ai ka marrë asistencë pavarësisht se është banor i bashkisë së Selenicës. Sipas saj, riu do vijojë të ndihmohet, por duhet të pranojë çdo lloj pune si një mundësi për një jetë normale. Erioni nuk është treguar bashkëpunues dhe i gatshëm për ta tejkaluar dhe për të përfituar atë reintegrim social, dhe ai duhet të angazhohet, të integrohet dhe të marri mbi vete dhe përgjegjësinë të angazhimin e tij personal për të tejkaluar situatën ku ai ndodhet. Atij është ofruar një pozicion pune për një punë të lehtë për të patur dhe ai një të ardhur më të mirë se sa ndihma ekonomike. Pas ditën e së martës, Erion Selimaj mori vëmendjen e të gjithëve, i hipur në një vinç pranisht stadiumit Qemal Stafa. Kërcënoi se do vetë hidhej pasi ndihej i braktisur nga shteti dhe institucionet.